Ja, çfarë ndodh me trupin tuaj nëse nuk hani brumra për një muaj? Shumë ekspertë të ushqyerjes së shëndetshme fajsojnë grurin për probleme të tilla siç mund të jenë luhatjet e humorit, ekzamime të ndryshme të dëmshme, migrena, psoriaza, plagështia dhe probleme me kujtesën. Sipas tyre, gruri dhe në produktet e industrializuara të tij mund të përmbajnë substanca të cilat edhe pse janë natyrale, ndërpresin gjithashtu edhe elementë të tretës dhe përthithjen e ushqyesve të dobishëm. Por çfarë ndodh me organizmin nëse hiqni dorë nga brumrat? Përpost të tjerave, këto mund të ndikojnë në shëndetin e tretjes, duke çelur rrugën në shumë problemeve me tretjen. Evitimi i brumit për një muaj do ju ndihmojë të humbisni kilograme të tepër, të lehtësoni problemet e lëkurës, të keni më shumë energji dhe gjithashtu të ndjeheni më të çlodhur, por kjo nuk do të thotë se ju duhet të hiqni dorë plotësisht nga konsumi i brumit në dietën tuaj ditore, citon eksperti.